Pushimet verore dhe plazhi konsiderohen të dobishme për shumë njerëz, por për personat me sëmundje reumatizmale kërkohet kujdes. Reumatologja në Rëndza Jaslari thekson se cilët pacient përfitojnë më shumë nga plazhi dhe deti. Plazhi është i rekomandueshëm për disa grupe sëmundjesh reumatizmale, sidomos noti dhe ushtrimet në ujë janë të rekomandueshme për të ulur ngarkesën mbi kyçe, rrisin lëvizshmërinë dhe ulin ngurtësimin, sidomos në pjesën e gjunjëve. Janë pacientët të cilët vuajnë nga artroza, nga spondiloartropatit dhe pacientët që kanë artrit reumatoid po të stabilizuar me mjekim. Megjithatë, jo në çdo rast ekspozimi në diell është i këshillueshëm. Sëmundjet autoimune si lupusi eritematoz sistemik, dermatomioziti apo vaskulitet. Këto sëmundje kur ekspozohen në diell jo vetëm japin skuqje të lëkurës, po mund të shpërthejnë aktivitetin e sëmundjes. Duhet të shmangin ekspozimin në diell në pikun e temperaturave të larta. Duhet të lyhen me krem SPF 50, të bën kapele dhe masa mbrojtëse. Duhet të hidratohen, duhet që aktivitetin fizik mos ta kryejnë në temperaturat e larta dhe sidomos të kemë parasysh nëse shfaqet një skuqje në lëkurë, një ajntje kyçesh apo dhimbje, duhet të paraqitet menjëherë te mjeku reumatolog. Respektimi këshillave të mjekut, ekspozimi kujdesshëm në diell dhe ruajtja e një stili të shëndetshëm gjatë verës mund t'i ndihmojë pacientët me sëmundje reumatizmale të kalojnë pushime më të sigurta dhe me më pak shqetësime.